10 arsye dhe skandale pse nuk duhet të votoni Edi Ramën dhe Partinë Socialiste, një reflektim i detajuar. Partia Socialiste, PS, dhe lideri i saj, Edi Rama, kanë qenë në qendër të skenës politike shqiptare për më shumë se një dekadë. Megjithse kanë bërë premtime të mëdha për reforma dhe ndryshime, gjatë viteve kanë akumuluar një sër skandalesh dhe kontroversash që ngren pyetje serioze për integritetin dhe aftësinë e tyre për të udhëhequr vendin. Nëse jeni duke menduar të votoni për Edi Ramën dhe Partinë Socialiste më 11 maj, këtu janë 10 arsye dhe skandale të detajuara pse duhet të rimendoni votën tuaj. 1. Skandali i korrupsionit në qeveri, nga zëvendës kryeministrat deri te ministrat. Partia Socialiste dhe qeveria e Edi Ramës janë akuzuar vazhdimisht për korrupsion në nivele të larta. Disa nga zëvendës kryeministrat dhe ministrat e PS-s janë në hetime për abuzim të pushtetit, shpërndarje të kontratave korruptive dhe pasuri të pashpjegueshme. Një shembull i njohur është rasti i Damian Gjiknurit, ish ministër i energjisë, i cili u arrestua për korrupsion dhe abuzim në projekte energjetike. Gjiknuri është akuzuar për favorizimin e kompanive të afërta me pushtetin dhe për shpërndarjen e kontratave pa procese konkurruese të hapura. Kjo tregon një mungesë të plotë të transparencës dhe llogaridhënies në qeveri. 2. Skandali i ndërtimeve të paligjshme dhe urbanistikës së anarkizuar. Edi Rama, i cili është edhe ish ministër i kulturës, është akuzuar për lejimin e ndërtimeve të paligjshme dhe shkatërimin e trashëgimisë kulturore. Në vitet e fundit, qytete si Tirana janë transformuar në një kaos urbanistik, ku ndërtimet e paligjshme dhe korrupsioni në licencim kanë shkatëruar pamjen dhe identitetin e qyteteve. Një shembull i njohur është shkatërimi i teatrit kombëtar dhe ndërtimi i objekteve të reja pa konsideruar rregullat e planifikimit urban. Kjo ka çuar në protesta të mëdha nga qytetarët dhe organizatat e shoqërisë civile, të cilat akuzojnë qeverinë për mungesë të plotë të respektit për trashëgiminë kulturore. 3. Skandali i shëndetësisë, korrupsioni në spitalet publike. Sistemi shëndetësor në qeverinë e PS-s ka qenë një burim i pafund skandalesh. Nga blerja e pajisjeve të shtrenjta dhe të përdorura deri te korrupsioni në spitalet publike, shëndetësia ka qenë një nga fushat më të prekura nga abuzimet. Një shembull i njohur është skandali i spitalit të Fierit, ku u zbulua se pajisjet e blera me miliona dollar ishin të përdorura dhe të papërshtatshme për përdorim. Kjo ka çuar në humbje të mëdha për buxhetin shtetëror dhe në një mungesë të qëndrueshme të shërbimeve shëndetësore për qytetarët. 4. Skandali i trafikut të drogës dhe lidhjet e politikës me krimin organizuar. Në vitet e fundit, Shqipëria është bërë një nga qendrat kryesore të trafikut të drogës në Evropë. Hetimet ndërkombëtare kanë treguar lidhje të dyshimta midis politikës dhe krimit të organizuar. Disa figura të PS-s janë akuzuar për të qenë të përfshirë në këto rrjete, duke përfshirë edhe ish ministra dhe zyrtar të lartë. Një shembull i njohur është rasti i Haxhi Çakës, një nga figurat më të njohura të trafikut të drogës, i cili u arrestua në Turqi dhe u akuzua për lidhje me politikan të lartë. Kjo ka dëmtuar seriozisht imazhin e vendit dhe ka rritur shqetësimet për sigurinë kombëtare. 5. Skandali i arsimit, reforma e dështuar dhe korrupsioni në universitetet. Reforma e arsimit, e cila u prezantua si një nga prioritetet e PS-s, ka dështuar të sjellë ndryshimet e premtuara. Në vend të përmirësimit të cilësisë së arsimit, sistemi arsimor është bërë një burim korrupsioni dhe nepotizmi. Universitetet publike janë akuzuar për shitjen e notave dhe diplomave, ndërsa reforma e kurrikulës shkollore ka qenë e paqëndrueshme dhe e paefektshme. Një shembull i njohur është skandali në Universitetin e Tiranës, ku disa profesorë u akuzuan për marrjen e rishfeteve në këmbim të notave. 6. Skandali i energjisë, kontratat e diskutueshme dhe abuzimet. Sektori i energjisë ka qenë një nga fushat më të prekura nga korrupsioni nën qeverinë e PS-s. Kontratat e dhëna për prodhimin dhe shpërndarjen e energjisë janë akuzuar për favorizimin e kompanive të afërta me pushtetin. Kjo ka çuar në humbje të mëdha për buxhetin shtetëror dhe në një mungesë të qëndrueshme të energjisë për qytetarët. Një shembull i njohur është kontrata me kompaninë ÇES, e cila u akuzua për abuzime dhe shkelje të rregullave të konkurrencës. 7. Skandali seksual, kryetarët e bashkisë dhe abuzimet e pushtetit. Në vitet e fundit, disa kryetarë bashkie të lidhur me PS-n janë bërë të njohur për skandale seksuale dhe abuzime të pushtetit. Një nga rastet më të njohura është ai i kryetarit të Bashkisë së Vlorës, i cili u arrestua për korrupsion dhe abuzime seksuale.
Tjetër skandal është ai i kryetarit të Tiranës Erion Veliaj për korrupsion pasiv aktiv. Kjo tregon një mungesë të plotë të kontrollit dhe llogaridhënies në nivelet lokale të pushtetit. 8. Skandali i pasurive të pashpjegueshme të politikës. Edi Rama dhe disa nga anëtarët e lartë të PS-s janë akuzuar për pasuri të pashpjegueshme. Gazetarët dhe organizatat ndërkombëtare kanë nxjerrë në pah mënyrën se si disa politikanë të PS-s kanë pasur një rritje të papritur të pasurisë personale gjatë viteve që kanë qenë në pushtet, pa mundësi të justifikojnë burimet e tyre financiare. Një shembull i njohur është rasti i kryetarit të bashkisë Erion Veliaj, i cili u akuzua për pasuri të pashpjegueshme dhe korrupsion. 9. Skandali i mjedisit, shkatërrimi i natyrës dhe korrupsioni në licencim. Nën qeverinë e PS-s, Shqipëria ka përjetuar një shkatërrim të pamëshirshëm të mjedisit. Nga ndërtimet e paligjshme në zonat e mbrojtura deri te korrupsioni në licencimin e projekteve minerale, mjedisi ka qenë një nga viktimat kryesore të politikave të PS-s. Kjo ka çuar në protesta të mëdha nga organizatat mjedisore dhe qytetarët. 10. Skandali i pandemisë COVID-19, menaxhimi i dështuar dhe korrupsioni. Menaxhimi i pandemisë COVID-19 nga qeveria e PS-s ka qenë një tjetër burim skandalesh. Nga blerja e pajisjeve të shtrenjta dhe të përdorura deri te korrupsioni në shpërndarjen e ndihmave, pandemia ka treguar një mungesë të plotë të përgatitjes dhe transparencës. Kjo ka çuar në humbje jete dhe në një krizë shëndetësore të thellë. Një zgjedhje për të ardhmen. Votimi është një detyrë serioze që kërkon mendim të thellë dhe informim të plotë. Edi Rama dhe Partia Socialiste kanë një histori të gjatë të skandalave dhe kontroversave që ngren dyshime serioze për aftësinë e tyre për të udhëhequr vendin në mënyrë të ndershme dhe transparente. Nga korrupsioni në qeveri dhe shëndetësi, deri te shkatërrimi i mjedisit dhe abuzimet e pushtetit, PS ka treguar një mungesë të plotë të përgjegjësisë dhe respektit për qytetarët. Nëse dëshironi një të ardhme më të mirë për Shqipërinë, është e rëndësishme të mos harroni këto mësime të së kaluarës dhe të bëni një zgjedhje të ndërgjegjshme më 11 maj. Zgjedhja është në duart tuaja. Votoni për një të ardhme pa korrupsion, pa abuzime dhe me respekt për parimet demokratike. PS, këto janë vetëm disa nga skandalet korruptive të zotit Rama të përmendura në këtë artikull. Megjithatë, një hulumtim më i thellë dhe një kujtesë e gjatë do t'ju rikujtonin se sa pak ka kontribuar ky individ për Shqipërinë dhe shqiptarët.